Fundit është bëjmë ndaj njerëzve dhe përhape paqen. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." Bëni mirë se Allahu I do bamirësit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit më të mirë janë ata që janë më të dobishëm për të tjerët. Mundohu që çdo herë më koni dobishëm për të tjerët, për vëllezërit e tu, për motrat e tu, për njerëzit që kanë nevojë. Pse? Sot ndoshta ai ka nevojë për ty mirë, po nesër ti ke nevojë për ata. Pra, asnjëherë mos e nënçmo, domethënë vllahun ton. Qoftë edhe me i urtë me ty se ti në dituri, apo në pasuri, apo në pozit, mirë po nesër nuk dihet se ai mundet me qenë edhe me i larë se ti, edhe me dituri, edhe me pozit, edhe me pasuri, edhe me ndeve kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "O ju njerëz, përhapeni selamin, ushqeni të uriturit, mbani lidhjet parafisnore dhe faleni natën ndërsa njerëzit janë në gjumë. Do të hyni në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla me paqe." Pra, këtë fjalë po na tregon Abdullah ibn Salami radhiyallahu anhu, thot fjalët e para që I kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këto ishin. Pse? Se I kanë shku lajmet se pejgamberi alayhis është mashtrues, është gënjeshtar, është kështu, është ashtu. E tha fjalët e para që I kanë dëgjuar ta ejuhen nas afshu salam, o ju njerëz përhapeni selamin deri në fund. Pra, mundohemi të jemi afër njerëzve. Një buzëqeshje, një fjalë e mirë apo një ndihmë e vogël janë në rrugë drejt mëshirës së Allahut dhe burimi në turizm për zemrën tonë dhe vllai jemi dashur dhe në fund e lutim Allahun Azza wa Jalla, Allahu im na fal mëkatet tona, ndriço zemrat tona me dritën e imanit dhe na dhuron lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. والحمد لله رب العالمين.